Të dashur shqiptar, sot do ta kuptojmë përfundimisht që Akademia e Shkencave të Shqipërisë deri në momentin në vitin 2020 nuk e dinte absolutisht fare se çfarë kuptimi kanë emrat i lirë. Dhe se di akoma. Akademia e Shkencave të Shqipërisë mbas filmave të mi i ka hequr revistat Iliria. Kanë mbetur në server vetëm 4 copë. Por ky proces ka lindur që në vitin 1976. Numrat e revistës Iliria janë botuar vetëm në frëngjisht. Vetëm numri i parë dhe numri i dytë dhe numri i tretë kanë dalë shqip dhe frëngjisht. Pastaj kanë dalë vetëm frëngjisht, pra jo për shqiptarët. Pse? Sepse familja Ceka e ka ditur shumë mirë që të gjitha mbishkrimet ilire janë greke, atë që unë zbulova në vitin 2020 duke parë monedhën e ilirëve Labiatan. Dhe ja kam thënë në disa filma çfarë do thot Labiatan. Do thot buza e organit femëror. Dhe Drini që kalonte pranë liçenit të Shkodrës në gjuhën greke është Hajdari. Ky është Driloni në greqisht, të dashur shqiptar. Dhe do shikoni para syve tuaj që ata e kanë ditur shumë mirë arkeologët shqiptar që edhe Driloni është Hajdari, por dhe shqiptari, edhe Labiatani do të thot buza e organit femëror. Ta shikojmë? Sepse prandaj kanë zgjedhur vetëm në frëngjisht, jo në shqip. Ta shikojmë. Do mbeteni pa mend dhe do të tërboheni. Të dashur shqiptar, sot do të mësojmë që feja e shqiptarit është shqiptaria dhe shqiptari është Hajdari në gjuhën greke. Tani, në të gjithë dokumentat që kanë nxjerrë për shqiptarët, turbo-albanët thonë që Labiatan është gjarpri i Biblës Leviathan. Por kjo është thjesht ngjashmëri fjalësh. Pra të gjithë arkeologët, gjuhëtarët shqiptar i përkasin kombit Kocaqi. Kombi Kocaqi merr fjalë ilire të ngjashme me fjalë të tjera, për shembull fjalën Leviathan, që do thot përbindësh, gjarpër në gjuhën hebreje, dhe thonë që ky është Labiatani i madh, i pamposhtur, i lirë. Por e vërteta është që fjala Labiatan është emër në numrin shumës gjinore në greqisht dialekti dorik. Dhe fjala Labiatan do thot Labiates ose grua që banon pranë liçenit Labeakus, i cili ka kuptimin në latinisht buza e organit femëror. Gazeta Iliria dele botuar vetëm në frëngjisht me monedhën e Labeatëve, me gjarprin Labiatan, përbindëshin e gjarprit. Dhe unë kështu kujtoj se ishte, kur fillova të mësoj greqisht, pash që monedhat me gërmat Epiriotan përkojnë me monedhat me gërmat Labiatan. Pra, Epiriotan është lidhja epiriotëve në numrin shumës dhe Epiriotes është një grua që banon në Epir, grua greke, edhe Labiates është një grua greke ilire që banon pranë liçenit Labeakus në latinisht, që do të thot buzë organit femëror. Pra, ky është turpi më i madh i njerëzimit, sepse shqiptarët nuk e dinë që kjo revistë është botuar vetëm në frëngjisht, dhe do ja tregoj unë tani. Të dashur shqiptar, jo vetëm që ju nuk dini asgjë për revistën Iliria, por shkrimtari i shquar Ismail Kadare nuk kishte dëgjuar për revistën Iliria, sepse ai ka botuar veprën Eskili, ky humbës i madh, në të cilën ai sqaron që shkrimtari i madh Helen ka vjedhur motivet e gjakmarrjes nga shqiptarët dhe e ka futur në tragjedinë e tij
për Orestin, i cili hakmerret për gjakun e tij të babait dhe vret nënën e tij Klytemnestrën. Pra, të gjitha zakonet e përshkruara sipas tij në veprat e Eskilit janë marrë nga shqiptarët. Pra, Kadareja nuk ka lexuar asnjë revistë të vetme, megjithëse botimi ishte në frëngjisht. Dhe aq më pak shqiptarët dinë për gazetën dhe revistën Iliria, sepse është botuar në frëngjisht, jo në shqip. Madje nuk ka qenë as në bibliotekën kombëtare. Nuk ka ekzistuar. Pra është një mashtrim i madh, nuk është bërë për shqiptarët kjo revistë, por për të huajt, për të ndërtuar një lloj ure, sidomos me intelektualët francezë, mbas fillimit të prishjes me Kinën. Shqipëria ishte izoluar dhe shqiptarët kishin filluar të hanin bar, po vdisnin nga uria. Dhe regjimi komunist vendosi që të tërheqë vëmendjen e francezëve duke botuar revistën Iliria, për t'i nxitur ata për të bërë kërkime arkeologjike në Shqipëri. Të gjithë artikujt janë vetëm në frëngjisht, asnjë i vetëm në shqip. Tani, të dashur shqiptar, e kuptuat më në fund se kush është labia. Labia do thot buza në latinisht dhe përdoret për të dy buzët, jo të fytyrës, por buzët e bukura të dashura të organit femëror në latinisht. Dhe ky është emri i labiatanëve, buzëtrashët. Kjo është një fyrje e rëndë në latinisht dhe përdoret për ata njerëzit me ngjyrë. Buzëtrash. Për sklevrit. Në perandorinë romake. Ky është emër shumë fyes për ilirët. O buzëtrash do thot me origjinë nga vendet afrikane. Nuk do thot që ilirët ishin afrikan, por ishin sklevër. Pra buzëtrash do thot sklav. Ky është emri i labeatëve dhe labiatan do të thot bashkësia e buzëtrashëve në greqisht. Është fyrje e rëndë për ilirët. Ky është labiatani dhe kjo është shqiptaria, të dashur shqiptar. Ne jemi Republika e Drilonit. E kuptoni apo jo? Ky është shqiptari Drilonas, që mësoj nga unë në vitin 2020 që monedha labiatan, unë po qaja me të madhe kur e bëra këtë film, është emër në greqisht. Dhe e dini kush ka thënë që të gjitha këto janë monedha greke dhe mbi shkrime greke? Burhan Dautaj. Mbas kësaj deklarate, ai është bërë heroj i popullit. Këtë ai e ka deklaruar në vitin 1971 dhe e kam gjetur dokumentin. E Burhan Dautajt, heroj të popullit, akademik i shkencave të Shqipërisë, ka thënë të gjitha mbishkrimet janë greke. Të gjitha. Dhe ne kemi bërë atë hero të popullit. A kuptoni apo jo çfarë është shqiptaria? Dhe ky nivel është në Akademinë e Shkencave të Kosovës gjithashtu, që nuk e din që Dardania në helenisht do të thot ujë të trash. Pra kush i ha dardhat këtu? Kush është ngjitur në dardh, zbrit nga dardha o Dardan? O Dardhar, zbrit nga dardha. Sepse emri Dardanis nuk vjen nga fjala dardh, vjen nga fjala mjalt në greqisht. Fyrje shumë e rëndë. Të gjithë emrat për ilirët janë fyrje shumë të rënda që grekët nuk i kanë përdorur për asnjë kombësi tjetër në botë, vetëm për shqiptarët. Kjo tregon që jemi autokton, por jemi drilon, në të njëjtën kohë labiatan, të dashur shqiptar, ju jeni labiatan dhe jo leviatan sipas mitologjisë hebreje. Miru pafshim, të dashur labiatan, të dashur drilonas në filma të tjerë shkencor. Pra sot u mësua shqiptaria, çfarë është shqiptaria e vërtetë.